Kohët e funit, pacientat janë të përballë me kushte katastrofike për medikamentet edhe për disa shërbime që kryen Spitali Rajonal Shkodër, ku ka një spital rajonal, si normalisht duhet të kenë gjitha shërbimet, edhe të kenë falas, ashtu si kanë edhe parullat e Ministrisë Shëndetësisë, po kjo gjë nuk është realiteti edhe nuk ekziston. Për arsye se pacientat e Spitalit Rajonal Shkodër, unë jam edhe kryenfermier në kirurgjinë e këtij spital, po përballen me receta shumë të shtrejta për çdo ditë. Për arsye se Spitali Rajonal Shkodër nuk i ka këto medikamente për kurimin e tyre efikas. Dhe po përmend terapinë intensive, reanimacionin, si përballen me receta 70.000 lek ose 100.000 lek të vjetra për çdo ditë për pacientat, kurse kirurgjia ka diçka në fakt më të vogël të 30-40.000 lek që çdo pacient i blen medikamentet jashtë. Skaneri funksionon, po skanerit nuk i kanë pru kontrastin si njerëzit janë detyruar për me ble jashtë, nuk kanë pru shëringën si injektohet ky kontrast. Ekziston edhe grafia, po nuk bin filmat për grafia dhe normalisht detyrohen vetë njerëzit për me ble filmat dhe me kry shërbimin. Apo vjen këtë shumë për drejtuesat edhe për mjekët profesionista shumë mirë që i kena në Spitalin Rajonal Shkodër, ku Ministria absolutisht nuk i përgjigjet profesionalizmit tyne, si nuk flasin. Nuk e flasin realitetin edhe më vjen shumë keq. Për arsye se është në dëm të qytetarëve tonë, është në dëm qytetarëve qytetit Shkodrës, si po harxhohet tan ky lek për tyne, edhe po rrahen e po mashtrohen për çdo ditë për politikave të pista, si këta deklarojnë për çdo ditë. Ne si personel shëndetësor po përballna për ditë me debate, me fjalë, me ngatresa, me familjarët e pacientëve, ku edhe ata nuk kanë faj për këtë punë, se gjithmonë ata nisen te shëndetësia falas, po absolutisht nuk i ofrohet kjo gjë.